I vjen Nuhut a.s. me vdek. Qa tha? Kam frikë gjinave, s'kishe boj gjinave. I thirri fëmijët e vetë dhe i tha, dëgjoj, ju urdhroj 2 gjëra, ju ndaloj nga 2 tjera. Than, fol baba, ishe të dhënë shpirt, porosit e fundit. Nuk tha kam frikë gjinave. Tha, o, bijtë e mi, dëgjojni, fëmijëve i tha, dëgjojni, tha, thuni sa më shumë, la ilaha illallah. Dëgjoj vëlla dhe motër, bega tofti madhi Zot. S'kan thënë pejgamber dhe krijesa njerëzore si për tokë fjalë më të madhe se kjo. Tha, o bijtë e mi, këshilla parë, thoni sa më shumë, la ilaha illallah, sepse qiellit dhe tokat vendosen në njërën anë, dhe kjo fjalë në anën tjetër, kjo peshon më shumë, se me Zotin e gjithësisë nuk ka i qofshin fal, ai i cili na ka sjell sot neve në xhami. Pastaj thoni tha, subhanallah, walhamdulillah, i lartësum dhe i falenderu pa fundi o Zot që na krijove, na ke mbuluar me të mirat e tuaja. Kjo i furnizon krijesat. Largoni tha nga shirku dhe largoni tha nga mendje matësia. Besojni Zotin një dhe një të pastër. Kjo është porosia më e madhe që lan pejgamberët. Porosia më e madhe që lem ne sot. Ke në fisin tënd, ke komshiun tënd. Njerëz që shkojnë në përmale të shenjta, shkojnë në vende të gabuara. E ngatrojnë besimin nga i madhi Zot me zotra tjerë ose me vende tjera që i luten atyre, adhurojnë ato, ndaloj, këshilloj, të rish i vrejtje, sepse s'ka gjë më të madhe në këtë botë, se sa të besojmë që Zoti i gjithësisë është një dhe një vetëm. Ibrahimi a.s. i dashuri Allah, o të khëdhe Allahu Ibrahim e Khalila. Ka thonë Kurani, e mori Allahu Ibrahimin dashmin e vetë, e donë të shumë, dhe i e donë të Allahu në madhnushëm pa kufi. Po kur erdhi vdekja, i vjen engjëlli i vdekjes, edhe i thot, ka arkuar me marrë shpirtin, dhe kur filloi t'i dilte shpirti nga trupi, për çdo njeri qofsh dhe pejgamber, pejgamberi jonë ka pas njëjtën gjë, kur po i dilte shpirti nga trupi, ajo nuk del me lehtësi të madhe, ajo ka vështirësitë e veta, se po ndodh çasti i shndrimit dimensional. Trupi i përket kësaj bote, shpirti tashmë ka arkuar të shkojë lart. Dhe Ibrahimi a.s. i thot engjëllit vdekjes, tha, Zoti më ka dashmin e vet, a kështu e mundon i dashurit të dashurin? Pra kështë e mendoj Ibrahimi a.s. Zoti më ka dashur, e s'doj një fare daljen e shpirtit. Engjëlli i vdekjes i mençur shumë, i thot, o Ibrahim, o i dashmi Allahu, do ti që e don Allahun shumë, a nuk bën i dashur i sakrifica për dashurin për ta taku? Kërë i ka thonë, ta nuk po bën sakrificë për ta dhënë shpirtin dhe në mundimet e saj për ta taku dashurin tënd, ta vazhdo, se në rrugën e mbarje. Dhe e ka dhënë Ibrahimi a.s. shpirtin pastaj me kënaqësi, sepse i dashuri do të takon të dashurin e vet, dhe inshallah, vëllezër motra nderuara, ju begatoft i madh i Zot, inshallah Allahu qof dhe grimca dashuria ti ketë për ne. S'ka gjë më të vishme se sa kjo, tjerat janë gjitha plur do kthehen gjitha. Përveç nëse kemi bërë ndonjë vepër të mirë dhe kemi fituar ndonjë grimcë dashurisë Allahut për ne.